Mirë se erdhët përsëri në rrezën tonë. Do të flasim për vlerat, benefitet e sardeleve, këtë peshë të vogël, të cilën e kalojmë ndonjëherë pa vëmendjen e duhur në tryezat tona. Pa e ditur që është një thesar me vlera për shëndetin e trupit ton, e padyshim një nga peshqit më të lirë në treg, por a i konsumojmë sa duhet? Çfarë janë këto vlerë, për çfarë bëhet fjalë, pse duhet konsumohet me gjithë halat, a janë sardelet të konservuara apo njësoj me të njëjtat vlera si ato të freskëta, të tjera informacione si këto, për pjesën e parë të bisedës me Altin Jokun, të cilin e përshëndes fillimisht. Mirëmëngjes Altin. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit për kohën. Juve dhe gjithë teleshikuesve, po ashtu dhe gjithë studios tuaj, regjis. Faleminderit. Kemi zgjedhur sot Altin të flasim për këtë ushqim të lloj peshku që e nënvlerësojmë me thënë drejtën. Jemi më fokusuar më shumë tek këto peshqit e mëdhenj, të mbushin atë tryezën, pa u fokusuar tek këto sardelet e vogla, të cilat kemi dëgjuar dhe studimet kanë treguar gjithnjë më shumë se përmbajnë goxha vlera për shëndetin ton. A janë vërtet kaq të shëndetshme apo thjesht janë mite dhe informacione jo të drejta? Ne jemi të fokusuar në përgjithësi nga komoditeti edhe nga lehtësia e gjërave. Prandaj dhe ne zgjedhim peshqit të mëdhenj. Dhe nuk është i vetmi produkt që ne neglizhojmë. Ne në përgjithësi shumicën e produkteve ne i neglizhojmë. Jo më kot 20 produktet më të shitura në botë dhe më të kërkuarat nuk është asnjë i shëndetshëm. Të flasim për sardelen, do të themi që në zinxhirin ushqimor, sardelet në opinionin tim, po dhe të shumë specialistëve të ushqimit, por dhe disa shkencëtarëve të ushqimit, apo disa instituteve, hynë tek 10 ushqimet më të shëndetshme. Pra në 10 ushqimet më të shëndetshme. Dhe jo vetëm pra është vetëm ky lloj peshku që hyn te 10 ushqimet më të shëndetshme, që ta kuptojmë. Vetëm sardelia hyn nga peshqit te 10 ushqimet më të shëndetshme, që të cilat hyn në jeshilje, të hyn qepa hudhra, është avokado, janë edhe disa produkte, boronizëm të tjerë. Mjalti po. Tani sido që tjetë, ne peshqit i ndajmë në 3 lloj kategorish, ose 3 lloje kryesore të peshqve të ngrënshëm. Pra në nutricion. Janë peshqit, mund të them, të dobët ose pa yndyrë, të cilët janë merluci, levreku, koca, të cilat kanë pak yndyrë, kanë shumë pak omega 3, janë shumë të lehtë për tretjen. Pra peshq të bardhë, po themi. Janë të mirë, por shumë të lehtë, janë me vlera më të ulta, por janë shumë të lehta për tretjen. Kemi peshqit me gjysmë yndyrë, siç është për shembull me yndyrë mesatare, siç është krapi apo disa lloj të troftave, të cilët kanë një yndyrë mesatare dhe kanë një nivel të omegës 3 në mënyrë mesatare. Dhe kemi peshqit yndyror, të cilët janë dhe më të rëndësishmit nga ato që ne duhet të konsumojmë, jo se s'duhen konsumuar këto të tjerët, por nga më të rëndësishmit janë këto ku hyn dhe sardelet, skumria, salmoni e të tjerë. Tani pse sardelet janë, ose po e bëjmë si temë, ose ju bët një pyetje. Është mit apo është fakt që ato janë shumë të shëndetshme? Le të shikojmë profilin e tyre ushqyes. 100 gram sardele na ofron 180 dhe në 200 kalori. Na ofron diku 25 gram proteina dhe diku rreth 12 gram yndyrna, nga të cilat rreth 2500 dhe në 3000 miligram, varet nga sardelia, omega 3. Pra, më shumë se sa sasia ditore që ne mund të marrim. Pra, është i vogël, por është i pasur në volum në këtë aspekt, në aspektin e yndyrnave. Në aspektin e proteinave, ne kemi te sardelia leucinën, e cila është një ndërtues shumë i mirë i muskujve. Kemi lizinën, e cila është një rigjenerues qelizor, por gjithashtu është dhe një nga elementet kryesorë të sistemit tonë imunitar. Kemi metioninën, që është një detoksifikues i mërqisë. Kemi triptofanin, që është pararensi për të ardhur te serotonina, që ndikon në gjendjen tonë shpirtërore. Kemi taurinën, e cila mund të them është për problemet e zemrës, për sistemin tonë nervor, për uljen e qetësisë të ankthit elementeve të tjerë. Nga aspekti tjetër kemi vitaminën D. Vetëm në 100 gram sardele ne kemi 250 njësi të vitaminës D. Pra një burim shumë i mirë për të marrë vitaminën D, meqense është kaq shumë e diskutuar. Po. Në 100 gram. Nëse konsumojmë 200 gram, ne kemi marrë plotësisht vitaminën D. Vitaminën B12, që e ka 300% të nevojës ditore, që është shumë i mirë për nervat, për energjinë, për kujtesën, për sistemin nervor dhe për sistemin tonë imunitar. Kemi vitaminën B2 ose riboflavinën, e cila është 30% në 100 gram të sasisë ditore që ne mund të marrim, 100 gram sardele. Kemi vitaminën B3,
që përsëri është diku 25% sasisë ditore që ne mund ta marrim vetëm nga sardelet. Kemi vitaminën B6, kemi vitaminën A, edhe pse është në sasi shumë të vogla, por e kemi. Çfarë kemi element shtesë te sardelet? Kemi koenzimën Q10, e cila është baza kryesore e mbështetjes energjisë qelizore dhe të mitokondrive. Është shumë e rëndësishme për efektet e zemrës, kolesterolit, për problemet e tensionit, sistemit, pra sidomos për femrat që janë në momentin e menopauzës ose perimenopauzës. Por sardelet kanë kolagjen, sidomos e pjesa e lëkurës dhe kockave, që shërbejnë shumë mirë për kyçet, për nyjet, për indet lise. Te sardelet ne kemi selenin, që nuk është vetëm për problemet e tiroidës dhe gjëndat hormonale, por është nga antioksidantët më të fuqishëm dhe është një nga mbrojtësit më të mirë kundër dëmtimit të radikalive të lira. Por çfarë kemi te sardelet tjetër? Ne kemi kaliumin dhe magnezin, të cilët ne e dimë shumë mirë, shërbejnë për tensionin, për krapet, për problemet e këtyre ngërçeve, për problemet e muskujve. Kemi sasi të lartë të kalciumit. Llogarisni, në 100 gram sardele ne kemi 400 mg kalcium. Aq sa ne mund të marrim në ditë. Pra vetëm, por gjendet kryesisht e kockat e sardeles. Pra ne duhet të konsumojmë me hala që të marrim sasinë e duhur të kalciumit. Pra kanë më shumë kalcium nga produktet e tjera të peshqve. Po, kanë më shumë kalcium, po për porcion flasim gjithmonë. Për porcion. Po duhen konsumuar me gjithë hala. Nga ana tjetër kemi fosforin, i cili punon bashkë me kalciumin për problemin e kockave. Pra është shumë thelbësore. Po kemi hekurin, i cili është shumë determinant për problemet e anemisë e tjera. Dhe kemi omegën 3 që tam që ul nivelin, se omega 3 është një nga antiinflamatorët më të mirë, po kemi një balancim midis omegës 3 dhe omegës 6 të sardelet. Dhe ky raport bën që të ulim nivelin e proteinës S reaktive ose markerit të inflamacionit që është CRP-ja. Të balancojmë balancimi omegës 3 me 6, çfarë bën tjetër? Nga tjetër bën stabilizimin e membranave qelizore, që qelizat të funksionojnë më mirë. Pra konsumimi i rregullt i sardeleve sjell këtë lloj probleme. Tani nga ana tjetër, do të thotë për të konsumuar. Kur thoni konsumimi i rregullt, pra që ti marrim të gjitha këto vlera, që vitamina D e me radh, sa shpesh duhet t'i konsumojmë? Këtu kemi një ndarje sepse disa studiues thonë duhet konsumuar minimalisht 2 herë në javë. Disa thonë duhet konsumuar rreth 10 herë në muaj. Disa thonë duhet konsumuar 4 herë në muaj. Në opinionin tim, 4-5 herë, ndoshta edhe 6 herë në muaj, është e mjaftueshme, është e mirë, sepse çdo gjë me tepri ka dhe disa probleme, sepse ka dhe probleme tjera sardelet. Megjithatë, ti bëre një pyetje dhe më the, kush janë sardelet më të mira? Të konservuarat apo këto të freskët që ne konsumojmë? Po, e çfarë diferencë kanë? Aspekti biologjikisht, më e mira është sepse është e freskëta, sepse është proteina pa prekur, pra është e pa përpunuar. Kemi një yndyrë më të stabilizuar dhe nuk kemi aditiv. Por kemi një problem, në varet si do ta përpunojmë. Nëse ne do ta skuqim në vaj, ne kemi për ta oksiduar. Nëse do ta lëmë kohë të gjatë, pra disa ditë pa u konsumuar, pra të freskët, edhe ajo do oksidohet. Ndërsa sardelet në konservë, ne dimë që omega 3 nuk preket në përgjithësi, është stabil. Ka raste që lëviz. Kockat janë më të zbutura dhe rritet niveli i përthithjes së kalciumit që është më i disponueshëm. Por në disa raste duke u bërë që këto produkte në paketime në kanaçe, në to pjesët metalike, sterilizohen për siguri bakteriale, apo hidhet sasi kripe, apo hidhet sasi vajrash vegetal, të cilës janë vajra të hidrogenizuar rafinuar, të cilat janë baza kryesore e inflamacionit, do rrisin nivelin e omegës 6 dhe kështu që sardelia në disa raste kthehet kundër produktive dhe bëhet e dëmshme. Pra ta dim këtë, në qoftë se ne marrim një sardele me vaj vegetal, është më e dëmshme se sa nuk do ta konsumonim. Pra ne kemi humbur, sepse kemi marrë një nivel të lartë të oksidimit të yndyrnave të cilat varet nga cilësia e ulët e vajrave, gjithmonë. Por nga vlera, po nuk ka sardele me vaj ulliri në përgjithësi. Patjetër, në konserva, sardele në vaj ulliri dhe në vajra vegetal. Po ti mendon se është vaj ulliri? Po ka ndryshim. Apo vaj i përpunuar? Unë kam provuar të dyja, ka ndryshim në shije, në aromë. Është vaj i përpunuar apo është vaj ulliri i pastër, sepse ti thua vaj ulliri i cili mundet. Ajo varet edhe nga çmimi Altin. Kto në vaj ulliri janë më të shtrenjta. Po edhe një herë, në përgjithësi, vajrat e ullirit që hidhen në ushqime nuk është baza kryesore që ai poshet vaj ulliri. Ai poshet sardelen dhe thotë shoqëruar me vaj ulliri. Pra duke qenë sekondar si produkt, vaj ullirit mund të jetë i cilësisë 3, 4, 5. Është më i mirë se vajrat vegetal, po mund të jetë prapë i përpunuar, mundet prapë. Në ana tjetër mos harrojmë se disa nga kutit e sardeleve kanë dhe konservues.
Dhe këto konservues bëjnë mirë, po ama nga vlerat ushqyese, si sardelja konservuar, si sardelja që ne konsumojmë në atë lloj mënyre, është e mirë. Unë do rekomandoja sardelën e freskët, sardelën e ngrirë, pastaj të dalim te sardelja në kanaqe. E konservuar. A përmbajnë Altin sardelet metale të rënda si mërkuri, siç ndodh tek lloje të tjera peshqish? Atëre sardelet janë nga peshqit më të shëndetshëm. Por duke jetuar shumë pak, se ato janë që jetojnë shumë më pak se sa peshqit e tjerë. Për shembull do ju them një fakt. Skumria ka nivele më të larta të omegës 3 se sa sardelja. Pra e ka rreth 3500-4000 njësi të omegës 3, pra që marrim krahasim me sardelen. Por sardelja ka më lart se salmoni apo peshqit e tjerë. Pra sardelja është në krye të elementeve. Tani, te aspekti përsëri metaleve të rënda, kryesore të metaleve të rënda është mërkuri, por dhe plastika. Mërkuri të sardelja është gjetur në sasi shumë të vogla, sepse para i jeton shumë pak, krahasim me peshqit e tjerë, për shembull nëse skumria jeton 7-8-10 vite, sardelja jeton 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet maksimum, ku bën sardelet të mëdha. Pra nuk jeton shumë dhe nuk ka mundësi që ta absorbojë nivele të larta të mërkurit. Por ka nivele të mërkurit, po të ulta. Edhe për arsye sepse duke qenë në fundin e zinxhirit ushqimor tek peshqit, sardelet janë të vogla dhe kanë nivele më të ulta, pra të mërkurit flasim, jo të plastikës, po prapë ne duhet jemi të kujdesshëm të drejtim. A i zëndësojnë më së miri, duke qenë se janë të pasur omega 3, të gjithë elementet që u përmendët më sipër, a i zëndësojnë më së miri suplementet që ne marrim? Jo, absolutisht jo. Nuk mund të jetë diçka natyrale në krahasim me suplementare, sepse dëgjoni, një suplement omega 3 është në përgjithësi është marrë nga vaji i peshkut të merlucit, nga zëmra e peshkut ose nga vajrat të tjerë dhe është marrë dhe fillon dhe hidrogenizohet. Kalon temperaturë të larta që të ndahet, sepse ai vaji është i ndarë, ka dhe omega 6, ka dhe vitamin D, ka elemente të tjerë, ka vitamin A dhe kjo ndahet dhe hidrogenizohet. Në përgjithësi omega 3 edhe pse është EPA-DHA që është më e mira ndoshta, përsëri ka probleme. Por nga halli po themi në këtë rast, mundet konsumohet për një kohë të caktuar. Në opinionin tim më i miri është vaji i peshkut të merlucit, edhe pse më i rënd për stomakun, pak më i vështirë për të tretur, pak më i vështirë për të përfithur dhe për të punuar në trup nga mikrobioma jon, është shumë i shëndetshëm se vaji i peshkut, sidomos në presim të ftohtë, ka nivele të larta të vitaminës A, vitaminës D, vitaminës E dhe omega 3, pra i ka bashkë këto. Ndërsa omega 3 është omega 3. Ndërsa peshku në këtë rast nuk mund ta krahasojmë dot, sepse unë ju zura 5-6 proteina, ju zura 7-8 vitamina, ju zura disa elementë bazë që ka sardelja. Dhe në momenti që ne marrim sardele, trupi jo nuk funksionon vetëm me omega 3, nuk funksionon me 2 minerale, me 7 minerale. Në qoftë se ne kujtojmë se me 4-5 minerale, 2-3 vitamina që marrin njerëzit nga suplementet rregullojnë diçka nuk ka rregulluar asgjë, më shumë prishin disbalancat, sepse ne kemi nevojë të marrim prandaj është ndërtuar zinxhiri ushqimor. Për këtë arsye, patjetër që nuk zëvendësohet nga asnjë lloj suplementi niveli i sardelës në aspektin ushqimor të vlerave dhe aty që trupi merr dhe që në të ardhmen do ta kthej. Po mos harrojmë dhe diçka tjetër, në moment që ne marrim sardele, ne kemi shtyrë dhe drekën, ne kemi shtyrë ushqimin, pra ne kemi kombinuar dhe me elementë të tjerë shtesë. Pra e kemi bërë dhe fakt ushqimi, e kemi bërë dhe kurim, ose e kemi bërë në aspekti biologjik një farë force ose një ilaç bimor. Sepse ushqimi është ilaçi më i mirë, ne këtë e themi gjithmonë. Po gjithmonë ndikim me këto trendet moderne, duke nënvlerësuar shpeshherë ushqimin tradicional dhe aq më tepër për sardelet që është një nga peshqit më të lirë edhe në treg, pa kosto. Dhe ka një gjë që nuk rritet në rezervat. Sepse ajo rritet në tufa të mëdha. Duke nditur në tufa të mëdha do hapësirë të mëdha lëvizje, se shpesh që duhet lëvizje shumë. Dhe në tufa të mëdha nuk ka mundësi që të rritet në rezervat. Do një ujë shumë të pastër, e treta është kjo që nuk mund të futet në rezervat, se është peshq i lirë, nuk ka leverdi ekonomike. Duke qenë shumë i ulët si çmim në treg, nuk mundet ta marrë njëri përsipër ta bëj. Le që është e vështirë, por përsëri ka këtë lloj problemi. Dhe nuk të bezdis sepse konsumon dhe me gjithë hala që janë të imta të vogla, të pasura shumë me kalcium, kështu që edhe fëmijët madje, edhe fëmijët e vegjël që në moshën 90 muajsh mund të fillojnë 7 muajsh ndoshta, mund ta fillojnë duke bërë në blender, jo ta hangë kështu sardelen, patjetër. Ta bëjnë në blender të ato puret e perimeve, pra rekomandohet që të futet sardele që në momentin e parë që ne konsumojmë ushqim për fëmijët, sidomos në moshën pastaj të rritjes,
edhe deri në adoleshencë duhet konsumuar më shpesh, sepse për mendimin tim është e ndarë. Për fëmijët që janë në rritje për 7, 8, 9, 10 dhe deri në fund të adoleshencës mund të konsumohen ndoshta 3 herë në javë, nëse ka mundësi. Për pastaj duke u rritur, duke u ulur dhe pastaj pas moshës 56 vjeçare përsëri mund të konsumohet edhe 2 herë në javë, ndoshta 1 herë në javë. Megjithatë unë jam te ai ideja 4-5 herë në muaj është e mjaftueshme. Pra në këtë aspekt. Në aspektin e kalciumit që u thatë, halat janë kryesorja të kalciumit, sepse halat janë të butara të ngrënshme, pra që ta dim, sidomos ato të konservave. Tham kemi 300-400 miligram kalcium në 100 gram, pra ka një sasi të lartë edhe është shumë i përthithshëm, është jashtëzakonisht i përthithshëm. Por tjetër çka ka? Paketa perfekte e sardeleve ka këtë. Futja e kalciumit, marrja e vitaminës D, marrja e fosforit. Çfarë bën këto? Këto bëjnë që trupi të reagojë në të gjithë aspektet imunomodulare edhe në aspektin imunitar dhe të përthithjes edhe për të kockave. Pra ky është baza kryesore. Një pikë shumë e rëndësishme që kam me merak, besoj edhe shikuesit, po dhe unë vetë është që mënyra e gatimit, që të mos ja humbasim të gjithë këtë listë mineralesh të domosdoshme. Cila është mënyra më ideale për t'i gatuar sardelet në mënyrë që të mos humbasim këto minerale që sapo përmendëm, elemente të tjerë? Atëherë në mënyrën edhe të kombinimit dhe të gatimit, 2 rrugët kryesore që janë më të mira është në furrë dhe të ziera. Pra në furrë dhe të ziera pa kaluar në procese të tjera. Në rast se ne do i kalojmë në skuqje, si i kalojnë shumë, ose i kalojnë në fritura, që i bëjnë dhe me mijë dhe me të tjera, atëherë mos harrojmë që ne marrim nivele shumë të larta të nivelit të omegës 6 dhe të vajrave të cilët krishtojnë alehide, të cilat në do të dëmtojnë në asidin probleme inflamatore dhe nuk do ulin inflamacionit në të gjakut. Madje do ta shtojnë, sidomos tek njerëzit që kanë probleme me tensionin, me trigliceridet, me yndyrnat, me probleme që kanë me mëlçin, edhe në rast se ne themi është e mirë sardelja për këto, kur i konsumojmë të skuqura apo në fritur, atëherë janë shumë të dëmshme. Më e mira do ishte në furrë dhe të ziera, dhe kombinimi më i mirë do ishte kjo. Nëse do bëjmë të ziera, hudhër, majndanoz, limon, dafin, vaj ulliri. Është kombinimi më perfekt dhe shoqëruar pastaj edhe me disa perime jeshile, ose me pak patate, ose me pak brokoli, po kryesisht me patate, me perime jeshile. Edhe në furrë mund t'i konsumojmë me pjesën tjetër të perimeve që ne mund të fusim, edhe të shoqërohet ndoshta edhe me avokaton për të marrë çik acide yndyrore shumë më të shëndetshme, për të ulur inflamacionin, për të ulur nivelin e sheqernave, për të marrë yndyrna të shëndetshme dhe për të marrë të gjitha ato benefite që ne folëm më lart. Këto janë 2 rrugët më të mira të cilët sardelet mund të konsumohen. Po. Faleminderit Altin, ndërkohë në aspektin tjetër mos harrojmë që kemi një mit që thonë mos i konsumoni sepse mund të dëmtojmë në aspektin e kolesterolit. Nuk dëmtojnë në aspektin e kolesterolit, sepse kemi një demagogji në këtë rast, sepse ne kemi nivele të larta të omegës 3 dhe ne është studiuar tani më së miri dhe jepen suplemente madje që jepet omega 3 njerëzve që kanë problem të rrezikut kardiovaskular, që kanë nivele të triglycerideve, që kanë nivel të lartë të HDL-s, të LDL-s dhe po jepet omega 3 që të ulet niveli i inflamacionit në të gjakut, atëre sardelia nuk e dëmton. Por në rast se ne do kemi t'i marrim të paketuara, kanë nivele të larta të kripës, kanë nivele ose që kanë ato açuget, se kemi dhe açuget, të cilat janë më të vogla dhe kanë nivele më të kripra, kanë më pak omega 3, por ata hyjnë te risku poshtë të sardeleve, më pak të shëndetshme se ato, por sardelia është më shëndetshme. Edhe se skumëria është shumë e shëndetshme, edhe nëse do konsumonim skumëri dhe sardele madje, më shumë do të konsumojmë sardele se skumëri. Pra, skumërinë mund të konsumojmë 2 herë në muaj, sardele mund të konsumojmë 3, 4, 5 herë në muaj. Pra, më shumë. Pra, në aspektin kardiovaskular nuk ndikon. Pra, nuk ka ndikuar as te kolesteroli, as te inflamacioni, as te niveli i sheqernave, as te rreziku kardiovaskular, madje rekomandohen për të konsumuar vetëm në rast se ne i marrim të paketuara që kanë krip, kanë aditiv, sepse disa nga paketimet e sardeleve të futura në kanaçe kanë dhe nivele të jo vetëm të vajrave të rafinuar, por kanë dhe disa aditiv dhe janë gjetur edhe pastaj edhe element kimikat shtesë, të cilët janë disa kanaçe dhe metale të cilat lëshojnë me kalimin e kohës disa elemente të brendshme në sardele duke u kombinuar me këto vajra dhe elemente të tjerë që ne kemi futur për t'i konservuar. Po. Mirë, ne shpesh folëm dhe i përmendëm disa minerale bazë, kalciumi, hekuri, fosfori, magnezi, zinku, për cilat i kemi folur dhe në emisionet të tjera, por trupi ynë
pas ka nevojë dhe për minerale të tjera të cilat janë fare të panjohura ose shumë pak të njohura, por që ndikojnë tek humori, tek hormonet, tek gjendje të ndryshme shëndetësore. Për këto minerale, që quhen mikrominerale apo jo, është një sugjerim i Altinit për t'i njohur dhe për t'ia shpjeguar dhe publikut që pikërisht se këto mikroelement ndikohen në mirë funksionimin e të trupit ton. Cilat janë këto mikroelement të vegjël, të panjohur, të padukshëm të trupit ton? I shpjegojmë menjëherë pas publicitetit. Kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe i sqarojmë përsëri me Altinin.